Rikthehemi në studio në këtë transmetim të drejt për drejt në ekranin Ora News, ku po flasim për inteligjencën artificiale dhe rrezikun që na paraqitet nga përdorimi i inteligjencës artificiale. Elda më tregoi në hapësirën e publicitetit një histori ku duhet ta tregojmë që... do e tregoj. Atëherë do ta marr si një rast, nuk duhet të bëj publik asgjë, thjesht e kam studiuar si rast dhe ka qenë një zonë e cila kishte të ardhur ekonomike shumë të mira, çdo gjë ishte okay. Dhe në një moment dikush i merr një foto dhe i bën montim, ta quajmë në këtë rast nëpërmjet inteligjencës artificiale, shkataroi imazhin, i bënte presion gjithkohon për të ardhurat ekonomike, do të thënë të financonte, që mos i bënte publike ato. Në këtë rast i tregoj dhe bashkëshortit, por nuk e besoj, sepse është edhe pjesa e horizontit, se sa mund ta besoj, ka persona që besojnë, ka dhe persona që nuk e besojnë. Dikush mund ta quajë si vet justifikim, dhe nëse nuk e ke bërë gabim, do ta quajë vet justifikim. Dhe kaloi në një depresion shumë të thellë dhe ka qenë një rast goxha i vështirë. Sa mendonte për të bërë dhe vetvrasje, sepse u shkatarrua jeta, familja, karriera, çdo gjë që ajo mezi kishte ndërtuar vetëm nëpërmjet të një fotomontazhi. Dhe do të bëja thirrje ose do të këshilloja më saktë që siç e diskutuam dhe më parë, ti besojnë partnerit ose partnerit që kemi në krah, sepse ka shumë persona që mendojnë të prishin imazhin, domethënë të shkatarrojnë çdo gjë që ne mezi kemi krijuar. Ndaj duhet thënë sigurisht që fotot e montuara nga inteligjenca artificiale nuk duhet të besohen plotësisht, pasi ka njerëz që ua duan të keqen dhe sigurisht nëpërmjet fotove të montuara mund t'ju shkatrojnë jetën, kështu që mos besoni në fotot e montuara apo të përpunuara me inteligjencën artificiale, por besoni partnerin ose partneren. Se bën shpesh edhe për qëllim, thjesht për qëllim talljeje, Sonila. Pra tek të rinjt kjo është shumë e përhapur dhe kur flas të rinjt e kam fjalën kryesisht për moshën e adoleshencës. Marrin fotot e njëri tjetrit, duke i vendosur element nga më të ndryshmit me inteligjencë artificiale, duke i shpërndar më pas në ato grupet e tyre që funksionojnë kaq shumë dhe qoftë duke bullizuar dikë ose qoftë edhe thjesht duke e bërë si një objekt për të bërë një shaka, por që mund të ndikojë drejt për drejt, se unë doja të thosha edhe një element shumë të rëndësishëm se ma kujtoi edhe Bismiri tek çështja e të rinjve. Pra ne duhet kemi parasysh një detaj që janë në fakt të dhëna deri diku shqetësuese, që nga mosha, flasim gjithmonë vetëm për Europën në këtë rast, nga të dhënat më të fundit, nga 16 vjeç deri në 29 vjeç në Europë, rrjetet sociale përdoren nga 88 deri në 94%. Pra është relativisht një përqindje shumë e madhe, se po themi pak a shumë pjesa më e madhe, 90